rezerva. Është e qartë se ekziston një tendencë për të njollosur figurën e saj. Drejtësia duhet të mbështetet në fakte dhe në punën e bërë e jo në ndikime apo qëllime politike. E ndikuar politikisht dhe qeveritë e tjera nuk kanë siguruar rezervë. Kur ende po publikua këtë akuzë i del në mbrojtje, kjo është konfirmim i fajësisë. Do të thonë nuk i ka ndihmuar Albulena si një ministër drejtësisë. Ministra e drejtësisë do të thonë që e parti që i ka fitu zgjedhjet e ka bo mënyrën më të mirë që i kupton sistemin e drejtësisë. Ajo ende pa e lexua këtë akuzën, se të paktën po din me përjashtua këtë akuzën dhe nuk po merret hiç me veprimet që janë ndërmarrë nga prokuroria e shtetit. Tek e fundit, Ministria e Drejtësisë është shëfitse aty në prokurorëve, në kushte normale, sepse është një lloj garantuesi i sistemit të drejtësisë. Por nëse më lejohet diçka kjo puna për sekretet shtetënore, ka ekzistuar shumë politikanë ideja që kur klasifikohen si sekret shtetënor nuk i hapen më. Nuk i hap prokuroria. Dhe jo, ka dole. Sanaderi, kryeministri kroat, i ka hungur 16 vjet burg, sepse edhe pse ka pas një pak antikorruptive shumë të fuqishme, e ka pas fillu, edhe ka qenë shumë i efektshëm në luftimin e korrupsionit, por një prokuror shku edhe i ka marrë pikërisht këto kontratat, dhe ka pas situata të tilla. Megjithatë dhe i ka kushtuar me 16 vjet sepse ka menduar se ato kur nuk i hapin. Edhe këtu kanë menduar se me qenë se është kontratë sekret shtetënor, nuk ka drejt prokurori me hap dhe këtu po duket edhe voga. Jo, është edhe një detaj këtu shumë interesant. Për mu, kjo i implikon komplet shtetin në një skemë kaq të madhe kriminale dhe korruptive. Komplet shtetin? Çka nuk kuptoni me komplet? Aparatin shtetënor, sepse këtu përveç që është zyra kryeministrit, është ministra, janë sekretar, janë afares, janë tjera. Njëri prej këtyre dëshmitarëve këtu që ka qenë që është i punësuar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tregon se aty ju ka shkuar një zyrtar i AKI-s dhe i ka urdhëruar që procedurat për blerjen e rezervave shtetënore duhet të zhvillohen në mënyrë sekrete sepse kështu është puna. Zyrtari i AKI-s, zyrtari i AKI-s. Ky e thot vetë këtu. Ai e deklaron. E thot njëri prej këtyre zyrtarëve. E deklaron vetë, domethënë, dhe kur si mas ati, kur vjen një... Ajo gjithë një po flisni për detaje që i keni lexuar sot nga këtë akuza. Unë po flas për dosje hetimore 2 vjeçare të cilën e kanë siguru autoritetet e rendit edhe ligjit. Pra nëse implikohen edhe shkojnë edhe deri në këtë nivel, duke ushtru trysni përmi zyrtar të shtetit, pra po flas për zyrtar civil, të shërbimit civil, në këtë mënyrë, ata natyrisht se kanë qenë në një trysni të jashtëzakonshme për të zhvilluar pastaj gjitha këto procedura, sa edhe njëri me përfundu në spital. Megjithatë, sa dihet, nëse sipas këtij akuzës po flet që Ridi e ka filluar iniciativën, Prishtina din që Rozeta nuk ka pas mesi me Ridin. Është Kurti që ka pas mesi me Ridin. Po pra, e thash. Zoti Bislimi po thotë që është njohur me familjar. Kjo po mdohet sikur viktim kolaterale në këtë rast, sepse fajësia po duket që është te Kurti dhe te Besnik Bislimi, kurse kjo vetëm i ka ndjekë që ajo është thonë, pak të përshtyp, po se kam lexuar këtë akuzë, që të përshtypje kam. Ministre, moshës madhore, nuk fajsohet. Nuk fajsohet, po duket se nëse këshyr shoku i Kurtit e ka nisë, që është të këtë akuza, se kjo nuk ka posa, edhe po dihet se ku e ka burimin këtë kjo kontratë, që është të pak të në që është të A ka ditur zoti Kurti gjatë gjithë kohës që është duke ndodhur? Po, ka qenë informuar në detaje. Gjatë gjithë kohës? Gjatë gjithë kohës. Këtë e thot këtë akuza? Po, tani, për me u kthy të mos shkuarja e zotit Kurti në prokurori. Këtë është e lidhur. Po, është me Rozeta Hajdari, direkt. Sepse ai ka ndërmarrë veprime, Çfarë veprimesh? Nxjerrjen e vendimit, këto me propozim të zotit Kurti, ai me ligjin e ka shkel edhe ligjin për qeveri, sepse është një nen aty kur dikush kur shkelet ligja ai ka të drejtë me anulu ato vendime, kanë shkel ligjin për prokurorin publik, edhe kanë shkel ligjin për klasifikim të dokumentave. Pra janë 4 ligje. Zoti Kurti, kur ka refuzu, sepse prokuroria ka konsideru të nevojshme dëshminë e tij për t'i sqaruar disa rrethona. Dhe sot e kësaj dite është akt akuza pa dëshminë e zotit Kurti? Ai ka refuzu, prokuroria ka kërku nga gjykata që ta urdhëroj, pra për ta sjell me forcë për të dhënë dëshmi,
Ky ka refuzu sërish zoti Kurti, pastaj gjykata e ka gjobit 2 herë, zoti Kurti është anku në kolez, në shkallën e dytë, pra kundër dënimit e tij për mëzshkuari, natyrisht ja ka hedhë poshtë gjykata dhe është gjobit. Megjithatë, kur prokuroria ka kërkuar arrestimin e tij dhe dërgimin me forcë në prokurori për të dhënë dëshmi, gjykata e ka refuzu pra arrestimin. Pra, prokuroria ka dhënë urdhër gjykatë për të arrestuar zoti. Pra, ka dhënë urdhër që me forcë, dhe kjo nënkupton arrestimin, me forcë të dërgohet për të dhënë dëshmi. Me detyrim. Dhe duke qenë se ai ka refuzu, tash zoti Kurti është i obliguar për të shku në gjykatë, në proces gjyqësor, pra është njëri prej dëshmitarëve, i cili duhet të dëshmoj në proces gjyqësor në një seancë të hapur për publikun edhe për mediat. Edhe për mediat ndërkombëtare. Natyrisht edhe për mediat ndërkombëtare, për cilat ai thoshte se unë nuk shkojnë prokurorisë se këta po mrujnë me mëqit mund media ndërkombëtare. Është i obliguar me shku në gjykatë për të dhënë dëshmi rreth kësaj